Moj Dodon, moj dimërkeqe, pse gjithë këto fenomene të çuditshme në malin e Tomorit ose në Dodona, në orakullin e Dodonës? Sot do t'ju tregoj disa gjëra të rëndësishme që ja vlen për t'i diskutuar së bashku, sepse futemi në një rrugë tjetër përveç se informohemi, por futemi në një rrugë tjetër që na çon drejt së vërtetës, sepse diskutimet çojnë drejt së vërtetës. Kush është rastisht le t'i bëj like faqes në qoftë se nuk e ka bërë ende dhe ju faleminderit që e bëni, nuk ju kushton asgjë, por sidoqoftë faleminderit që gjendemi për e bashkë. Sepse si thash në radhë parë ne informohemi. Tregohet që nga Egjipti dikur në kohërat antike u lëshuan dy pëllumba nga Zeusi dhe një pëllumb shkoi në Dodona dhe një tjetër në Libi. Dhe ne kemi vite që le themi jo zihemi, por nuk dihet se ku gjendet kjo Dodona, sepse gjenden dy Dodona. Një gjendet në Janin dhe tjetra gjendet në territorin e Shqipërisë, pra në malin e Tomorit. Në librin e tij të etruskëve të Enzo Gatti shkruan në librin e tij që flet për etruskët, ai shkruan që Dodona është e popullit i lirë, i përket pellazgëve të vjetër, legjendar, dhe gjendet në territorin shqiptar, e thot Haptazi. Kjo u ka shpëtuar disa studiuesve, ose ndoshta e bëjnë të qëllishme që vazhdojnë ende që të thonë që Dodona nuk gjendet në territorin shqiptar, po diku tjetër, pra në Janin. Por nëse shkojmë dhe lexojmë edhe Homerin, edhe Homeri thot të njëjtën gjë. Pra thot që i përkiste pellazgëve, sepse pellazgët ndërtuan, ose ndërtuan mitet. Nëse do t'i referohemi Aravanitit, pra edhe Aravaniti thot, nga ku morën edhe emrin Arvanitasit, thot që në shkrimet e tij thot që u themelua, pra orakulli i Dodonës u themelua nga pellazgët legjendar. Dhe ne nëse do u referohemi këtyre shkrimeve që nuk janë tonat, por janë veç thash të dikujt tjetër, autorëve të huaj, ne mund të zbulojmë se ku gjendet Dodona, pra nëse është e vërtet që gjendet në malin e Tomorit. Si përfundim, unë them që nuk ka asnjë farë rëndësie kjo, vetëm t'i japësh Qezarit atë që i takon, e para, por e dyta që është më e rëndësishme, ne nuk po i vjedhim askujt asgjë, ne po diskutojmë, sepse këto janë diskutime të rëndësishme që përcaktojnë territorin e njërit apo të tjerit, ose t'i japim të drejt atij që i takon, asgjë tjetër. Pra, se cili prej nesh, bile kemi me 1 milion shqiptar që gjenden në Greqi dhe shkojmë mirë me grekët, edhe unë kam shkuar mirë, bile nuk kam asgjë kundër tyre. Absolutisht përkundrazi, më pëlqejnë këngët greke, më pëlqejnë disa vende të Greqisë, më pëlqen gjuha, pra më pëlqen si vend. Për më tepër, ndoshta sepse i mat, me një fjalë kishte pak lidhje me këtë, sepse gjyshi vinte nga Greqia. Por e përsërisë një, pse e them këtë? Sepse kam vënë që disa herë shkruajnë disa komente që duket sikur ne jemi bërë shumë nacionalist. Nuk ka lidhje fare kjo. Ne flasim për diskutime të historisë, të mitologjisë, nëse janë të territorit shqiptar ose jo. Nuk ka pse zihemi për këtë. Dhe pse po e them? Sepse nëse i keni vënë re, deri në vitin, me fjalë, brenda vitit që nga viti 2013 deri në vitin 2018, pra brenda 5 viteve, në orakullin e Dodonës, atë shqiptarin po flas, kanë kaluar në vit 170.000 njerëz në vit. Turist. 170.000 turist në vit. Mos ju duket pak kjo e dyshimt? Kur ndërkohë në orakullin e Janinës, vini re, këto janë statistika, nuk i vendosun këto statistika, i gjeni gjithandej, shkojnë rreth 10.000, 11.000 turist në vit. Pra, pse kjo diferencë e madhe ku në trojën shqiptar, pra në orakullin e Dodonës pranë malit të Tomorit, ka më shumë turist. Mos ndoshta edhe vetë turistët e din këtë, por të gjithë heshtin, pse duhet heshtin? Sepse ky është thelbi. Pse duhet heshtin? Në qoftë se orakulli është kaq i rëndësishëm, pse duhet heshtin? Dhe në qoftë se është bërë një gabim,
mundet që të korrigjohet gabimi, sepse ne, siç e kam thënë, ne jetojmë në botën e gabimeve. Çfarë kemi bërë sot, mund të jetë e gabuar dhe e pranojmë që e kemi gabuar, që e themi nesër dhe e kështu me radhë ditën tjetër bëjmë diçka tjetër që gabojmë. Por ky quhet zhvillim. Dhe po thosha, pse është kaq i rëndësishëm orakulli i Dodonës? Dhe unë do t'ju them disa gjëra të rëndësishme. Pikë së pari, duhet të dini që orakulli i Dodonës është orakulli ku lindi raca njerëzore, ku u bë ngjizja më mirë mes majmunit dhe njeriut, të paktën sipas shkrimeve dhe sipas diktimeve që janë bërë deri sot dhe studimeve që kanë bërë studiuesit. Pse kjo? Sepse duke filluar që nga Gjeneza, duke filluar që nga Zeusi, që edhe Aravaniti thot që Zeusi i pellazgëve, por megjithatë nuk duhet të futem në ollësira, por në qoftë se ky Zeusi ose kjo qenie mbi njerëzore që i mësoi njeriut shkrim dhe këndim, i mësoi mitologjinë, i mësoi të gjitha, okay? Ato çka shkruhet edhe në Egjiptin e lashtë, e njëjta gjë. Pra, në qoftë se i mësoi çdo gjë, atëherë do të thotë që njeriu nuk ishte njeriu që njohim sot, pra njeriu sapiens, por ishte diçka tjetër. Pra, këtu kemi të bëjmë me atë Gjenezën ku flitet edhe në për ato plakat e sumere, ku flitet që nga Zotët filloi njeriu që të komunikojë dhe të jetë i ndërgjegjshëm. Pra nga Zotat, thot në plakat sumere, që dikush i quajnë Anunnakët. Por po sikur të jenë të njëjtët gjë, të jetë e njëjta gjë, me fjalë Zeusi, perënditë e tjerë, vetëm të jenë referimi i atyre. Pra të jetë e njëjta gjë. Megjithatë, futemi më në detaj. Dua të nënvizoj që në orakullin e Dodonës, pikërisht në Dodona dhe në malin e Tomorit, ndodhin disa fenomene të çuditshme, që i njohin që të gjithë ata të zonës, dhe do më thoni ju që gjendeni në ato zona. Për shembull, aty kanë humbur shumë njerëz, barinj apo njerëz edhe të thjesht që janë munduar që të shkojnë në disa zona të caktuara. Sepse tregohet që ka disa porta dimensionale, të cilat në qoftë se shkon aty ti zhdukesh. Të paktën, kështu thuhet dhe një studim që kemi bërë dhe ne para disa viteve me anë të një shoku ton, një djalosh Arjan, dhe Arjani ka shkuar edhe herë tjetër, por nuk ka mundur që të futet pra të gjej këto porta, por i ka gjetur me anë të Google Maps. Dhe përveç kësaj, dua të nënvizoj që në zonat përreth flitet gjithmonë për diçka të mistershme që ndodh aty. Edhe gratë e moshuara, edhe burrat e moshuar që janë aty, thonë të njëjtën gjë. Bile në të gjitha zonat aty thuhet që orakulli i Dodonës është orakulli më i vjetër i njerëzimit, sepse nga aty lindi njeriu. I thonë dhe aty në përzona. Bile, do t'i them, nga një studim i bëri detajuar nga etimolog italian, e gjeni këtë në orakullin, pra orakolo, e gjeni, thuhet se orakolo mund të vi nga gjua ilirishte e vjetër, sepse në fakt në vendet përreth të Dodonës ka disa fshatra që quhen mrakull, ose diçka e tillë, ose vrakull. Dhe tregohet që këto fshatra, nuk e di se kur e kanë marrë emërtimin, ndoshta është emërtim shumë i vjetër, por megjithatë tregohet që bazën e kanë nga fiset ilire, sepse nuk ekziston në asnjë vend tjetër, vetëm në atë zonë aty. Pra, nëse ekzistojnë këto fshatra me këto emra në atë zonë, dhe ne sot themi që orakulli, vendi orakull ose orakujt, e thot gjithë bota, pse mos të pretendojmë? Ku është frika që të pretendojmë ne që ky është një emërtim me etimologji ilirishte? Pse mos ta themi? Ku është e keqja? Sepse duhet të dini që thash etimologët italian thonë që orakulli ose fjala orakull mund të vi nga ilirishtja, dhe sepse e kanë me fjalë e mori latinishtja nga ilirishtja. Dhe nëse flasim për gjuhën latine, po flasim nga pas viteve 0. Pra, nga e mori fjalën orakull bota. E përsëris, nuk jam unë që i vendos këto, nuk jam unë që unë vetëm përcjell ato që kam studiuar. Pra, etimologët thonë që orakull vjen nga fjala, nga një gjuhë, nga gjuha latinishte. Dhe latinishtja mendohet që e ka gjetur
nga ilirishtja në atë zonë, sepse ato zonë aty flasin për një orakull të vjetër dhe flitet për orakullin e Dodonës. Megjithatë, akoma sot në orakull ose në vendet përreth, të gjithë pleqët e moqëm, dhe ju e dini shumë mirë këtë, i përulen orakullit më të shenjtë, pra për Baba Tomorin. Apo jo? Më thoni ju. Baba Tomori është më i shenjtë se Bibla dhe Kurani apo të gjitha besimet e tjera, po t'i vini re. Se për sa i përket fiseve në ato zona po flas. Okej? Vini re. Unë i përulem Baba Tomorit për hir ose për nder të Baba Tomorit. Pra, si është e mundur që të jetë kaq i rëndësishëm edhe pse kanë kaluar vite, edhe pse besimet janë ngulitur në trurin e njerëzve dhe e kanë modifikuar mendimin personal, prap se prap Baba Tomori mbetet si një shenjë ose që një idhull kaq i madh. Pse? Pikërisht pra për vetë arsyen sepse njerëzit e dinë shumë mirë, me kalimin e kohës e ndjen njeriu që ka diçka të madhe në të. Apo jo? Dhe përveç kësaj, dua t'ju kujtoj në intervistën që kemi bërë ose në studimet që kam bërë për emisionin Enigma para disa viteve, ku flisja me disa fshatar të zonës dhe kishim takuar një zonjë 90 vjeçe, e cila kjo na tregon me anë të një shokut ton, na tregoi për orakullin që kishte ndodhur, për çfarë kishte ndodhur në orakullin e Dodonës në kohën e luftës. Ajo, me fjalë, të gjithë vendasit e para, më falni që shkëputem pak, të gjithë vendasit e dinë që aty ka kaluar Hitleri, ka qenë në orakullin e Dodonës. E thonë vendasit, nuk është se e them unë, po të kërkoni e gjeni. Dhe si është e mundur që ai ka qenë në orakullin e Dodonës dhe nuk flitet, pra nuk thuhet që Hitleri ka qenë aty. Dhe pse ka qenë aty? Tani kjo zonja, si që thash kjo nëna, gjyshe 90 vjeçare, thoshte që në zonën aty përreth, ka qenë e vogël atëherë në kohën e luftës dytë botërore, u bë një luftë e papar, sepse gjermanët kishin çuar ushtri pafund dhe ushtrinë e kishin bërë me rreshta me nga 10 deri në 20 rreshta. Dhe të gjithë këta shkonin drejt malit, pra për të pushtuar malin, çfarë do bënin aty tek mali askush nuk e di. Dhe ka ndodhur një luftë, siç thoshte kjo gruaja e moshuar, e papar, sepse kishtin një dilnin, thoshte ajo, nga toka, sikur dilnin nga toka, sikur shfaqeshin disa ushtar që nuk njasonin me njerëz, po ishin rreth 1 metër e gjysmë të lartë dhe kishin disa armë që nuk kishin si armët e gjermanëve. Megjithatë, këta tha i shfarosën gjermanët, i zhduknin gjermanët sikur të ishin presha. Dhe kjo zgjati kohë, pra kjo luftë. Tani nuk di nëse zgjati ditë apo jo, këtë nuk e di. Megjithatë, kur shkuam aty në vend që kërkuam tek zonat e orakullit, nën orakull, vurëm ne diçka të çuditshme që i gjeni akoma sot. Është plot me gzhoja. Plot me gzhoja, pra atë që thot ajo plaka e moçme, ishte fakt. Pra ne gjetëm gzhoja në qoftë se gërmon gjen gzhoja gjithandej. Pse duhet të luftonin këta? Për çfarë arsye duhet të luftonin gjermanët që të shkonin aty dhe pse do shkonin? Siç e dim, Hitleri ishte në kërkim të disa gjërave të çuditshme, sepse kërkonte gjëra antike, kërkonte të gjithë ato që tregohet si legjend, ai kërkonte sepse ishte plotësisht i bindur që kishte diçka reale. Dhe tjetra, tregohet që Hitleri ka qenë aty për t'u falur ose për të takuar diçka që ne nuk e dim. Pikërisht aty tek mali Tomorit, në orakullin e Dodonës. Të paktën kështu thuhet, bile tregohet që edhe personazh të tjerë, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj, shkojnë aty në disa momente të caktuara, duke bllokuar dhe vendin për të takuar ndoshta ose për të bërë ndonjë rit apo ku ta di unë, pikërisht para tek orakulli i Dodonës. Pra, në qoftë se e përsëris edhe një herë, nuk është ky, pra orakulli i vërtet, pse duhet të shkojnë gjithë këta njerëz, pse duhet të vizitojnë gjithë këta njerëz, për çfarë arsye. Dhe në qoftë se është,
Pra, nëse është e vërtet që është orakulli më i rëndësishëm dhe ka diçka. Çfarë mund të ketë në orakullin e Dodonës? Unë pres komentet tuaja të gjithë ju që jeni në ato zona dhe ju që keni studiuar ose që keni shkuar në atë vend, të më thoni në një koment dhe të diskutojmë së bashku, sepse këto diskutime çojnë drejt një rruge më të afërt me të vërtetën. Kështu që kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj dhe faleminderit për koment, do t'ju lexoj. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj.